Përfundon në mënyrë tragjike mëngjesin e së dielës aventura greke e njërit prej të arratisurve nga burgu i Trikallës, Marian Kola. Njeriu të cilit policia e vendit fqi një druej dhe më shumë se të gjithë të tjerëve, ka mbetur i vrarë në përleshje me forcat speciale greke e kam pranë kufirit me Shqipërinë. Mediat greke të cilat e kanë pasqyruar gjithësisht këtë lajm me një ndjenjë të madhe lehtësimi dhe e kanë quajtur një sukses të policisë greke, njoftojnë se shkëmbimi i zjarrit ndodhi pranë fshatit Frosini të Sulit, ndërsa i arratisuri tjetër Ilir Kupa arriti të shpëtojë përsëri, madje duke plagosur në këmbë dhe një oficer që drejtonte forcat speciale greke. Ai nuk ishte thjesht një kriminal, dhe sigurisht që nuk ishte një njeri që nëse shihe në rrugë, do të mendoje se po përpiqej të arratisej. Marian Kola ishte diçka tjetër. Ishte një nga ato raste kur policia nuk ndjek vetëm një person të kërkuar. Ata ndjekin një njeri për të cilin e dinë se nëse e kapin para syve të tyre ai nuk do t'i ngrijë duart lart. Ai do të nxjerrë një armë dhe ose do të vrasë ose do të vritet. Kjo është ajo që ai veti kishte thënë policisë pas arrestimit të tij në vitin 2010. Është hera e parë dhe e fundit që më kapni. Herën tjetër ose do t'ju vras ose do të më vrisni. Dhe pikërisht kjo ishte ajo që ndodhi. Vrasja e tij. Historia e Kolës nuk fillon në burgjet e Trikallës, as në malet e Greqisë qendrore. Ajo fillon vite më parë kur emri i tij filloi të shoqërohej me gjakderdhje të mëdha, dhunë dhe krime që edhe sipas standardeve të kohës dukeshin ekstreme. Publikimet e lidhen atë në mesin e viteve 90 me një vrasje për pak para dhe një televizion, ndërsa u raportua gjithashtu se ai kishte një të kaluar të rënd kriminale në Shqipëri, duke rezultuar në një hakmarrje kundër tij. Disa nga këto prova të vjetra mbetën në nivelin e raportimeve të policisë dhe shtypit e kohës, por pamja që u krijua ishte një. Marian Kola nuk ishte as një kriminal i rastësishëm dhe as një kriminal i vogël. Tronditja e parë për shumë njerëz në Greqi erdhi në vitin 2010. Në atë kohë, Kola ishte bashkuar me një bandë që kryente grabitje të dhunshme me Kalashnikov dhe në një mënyrë pothuajse ushtarake. Sipas raportimeve, këto sulme numëruan në rreth 30 në zona të ndryshme të Greqisë. Nuk po flasim për hajdut të vegjël, po flasim për njerëz që thyen xhamat e bankave me çekiç dhe hyn të armatosur. Por në 16 shkurt të vitit 2010, ai u arrestua pas një përplasje të përgjakshme me oficerët e policisë, gjatë së cilës u vra një i ri nga veriu. Mars 2013, burgu i Trikallës dhe ajo që po ndodh atje nuk i ngjan një arratisje, por një sulmi të tipit kryqëzor. Jashtë burgut qellohen të shtëna. Ka raportime për Kalashnikov, për mbulim nga jashtë, për një grevë të organizuar që u dha të burgosurve mundësinë të arratiseshin. Në këtë kaos, arratisen 11 të burgosur, midis tyre Marian Kola, Admir Murataj, Edison Lika, Flamur Sinani dhe disa të tjerë, që në momentin e parë, autoritetet e kuptojnë se nuk kanë të bëjnë vetëm me të arratisur, por me një grup të armatosur rënd. Dy rojet e jashtëm plagosën dhe rasti me një herë merr për masan barkombëtare, dhe që aty e tutje, fillon gjuetia, jo një gjueti teorike, një gjueti e vërtet në rrugë, male, fshatra dhe autostrada me bllokime rrugësh, forca speciale, helikopter, kamera termike dhe shoqëri që vëzhgon pothuajse drejt për drejt. Sepse kanalet e transmetimit televiziv në Greqi e transmetonin gjatë gjithë kohës dhe njerëzit kishin frikë. Jo në terma të përgjithshëm dhe të paqartë. Ata kishin frikë sepse e dinin se kishin të bënin me njerëz të armatosur rënd, të cilët tashmë kishin provuar se nuk mund të ngoronin të qellonin. Dhe ndërsa ditët kalonin, kjo ndjenjë u konfirmua. Të arratisurit ndryshonin vazhdimisht rrugë. Ata po shmangnin kalimet e lehta, po lëviznin nëpër zona malore, duke kaluar nëpër vende të paarritshme dhe për periudha të gjata kohore nuk linin asgjë pas. Asnjë gjurmë e qartë, asnjë informacion i sigurt. Kjo është ajo që po e çmente Greqinë dhe po e bënte çështjen edhe më të madhe në media. Në zonën e Akilit, bëheshin kërkime me helikopter, qenë të trajnuar dhe të gjitha mjetet teknologjike, madje dhe kamera termike që përdornin forcat speciale për të arratisurit nga burgu. Deri më tani,
3 janë arrestuar, ndërsa pas një urdhri nga prokurori, fotografitë të burgosurve të arratisur u bën publike. Kërkimi për 8 arratisurit që mbetën të pakapur vazhdon me një ritëm intensiv nga autoritetet, të cilat kontrollojnë të gjithë prefekturën e Thesalisë dhe kufit greko-shqiptar, pasi besojnë se banditët mund të përpiqen të kthehen në atë dheun e tyre. (30 Mars 2013) ka ndodhur një grabitje në një tavernë në rrugën e vjetër kombëtare Athinë-Teb. Në këtë situatë fillon një ndjekje nga policia helene, e cila pasoi me një shkëmbim zjarri mes policisë dhe autorëve, dhe si pasoi mbeti e vrarë një vajzë 25 vjeçare, Katerina Zogali, e cila ishte në vendin e gabuar dhe në kohën e gabuar. Më vonë, kur mblidhen provat, policia ja atribuon të shtënat fatale e Marian Kolës. Këtu ndryshon gjithçka, sepse nga ai moment dhe më pas për shoqërinë dhe për autoritetet greke, Kola nuk është një arratisur i thjesht. Ai është një njeri që lë pas njerëz të pafajshëm. Ndjekja vazhdon drejt Greqisë qendrore, por pak më vonë vjen goditja më e rëndë për Greqinë. (17 qershor 2013) Hetimi për të gjetur bandun vazhdon. Oficerët e policisë ndahen në 2 grupe. Grupi i parë i oficerëve të policisë arrin të çarmatosin dhe të arrestojnë disa nga të arratisurit në një prit. Dhe pikërisht kur ata po hipnin automjetin e policisë, shfaqen disa nga pjesëtarët e tjerë të bandës. Oficerët e policisë i komunikuan kolegëve të grupit të dytë se kjo ishte një prit, por ishte tepër vonë. Kola hap zjarr dhe plagos për vdekje oficerit 37 vjeçar të policisë. Kjo tashmë po bëhet një çështje nderi për policinë helene, që nga ajo kohë fillon lufta guerrile në përmale. Të arratisurit lëvizin në përqafa malore. Ata hynë në një shtëpi ku gjejnë ushqim, lahen, pushojnë dhe dalin përsëri. Sipas të dhënave të policisë, ata e bënin këtë në shumë raste dhe me shumë kujdes, aq sa pronarët e shtëpive të mos e kuptonin se çfarë kishte ndodhur. Kjo ishte pikërisht ajo që irritonte më shumë policinë helene, sepse nuk ishin të bënin thjesht me njerëz që iknin me vrap dhe fshiheshin në pyll, por kanë të bëjnë me njerëz që mbjetojnë në vendin e tyre për ditë dhe javë sikur të jenë duke bërë shëtitje në mal. Por pas disa ditësh arratisi nëpër malet e Greqisë, ndodh diçka shumë e rëndësishme për historinë e këtij grupi dhe për fatin e tyre. Në fillim ata ishin të bashkuar, por pas një konflikti dhe disa mosmarrveshjeve midis tyre ata ndahen. Nga një anë ishte Edison Lika dhe Flamur Sinani, dhe nga ana tjetër Marian Kola dhe Ilir Kupa. Kjo është dramatike, sepse 2 nga kryesorët e grupit u vunë në qendër të vëmendjes. 2 personat që policia i konsideronte më të rrezikshëm dhe më të aftë për të vazhduar vetë. Në 2 korrik 2013 vjen kolapsi i parë i grupit. Pas një përplasje dhe një shkëmbimi me armë zjarri me forcat e kam të policisë greke, Edison Lika dhe Flamur Sinani mbeten të vrarë. Në vend ngjarje u gjetën Kalashnikov dhe karikator, pistoleta, granata dore dhe para. Banorët e zonës flasin për një betejë të vërtetë, dhe tani bëhet më e qartë se rasti ka kaluar nga faza e kërkimit të tyre në fazën finale. Aty ku më parë kishim një ekip, tani kanë mbetur vetëm 2 persona që kanë provuar se mund të mbjetojnë. Të lëvizësh nëpër male, të flesh në shtëpitë të tjerëve pa kuptuar ata asgjë, të kalosh post blloqet e policisë dhe të luftosh me ta. Këtë ka bërë Marian Kola, dhe kjo është arsyeja pse ai konsideroi më i rrezikshëm nga të gjithë. Jo vetëm se gjatë kësaj arratisje ka vrarë disa persona, por sepse figura e tij tregon një njeri që nuk tërhiqet, apo sa më keq të dorëzohet. Ai nuk është një njeri që do të ngrinte duart lart para policisë. E ka thënë disa vite më parë dhe tani po e vërteton. Hetimet mbeten më të përqendruara në zonën e përplasjes për një kohë, ndërsa Kola dhe Kupa përpiqeshin të lëviznin drejt Epirit dhe të bënin 2 udhëtime gjysmëditore drejt Shqipërisë. Këtu bëhet e qartë diçka tjetër. Ata nuk po vrapojnë pa busull. Ata po kërkojnë shtigje, kontakte miqësore, shtëpi, ushqim dhe kohën e duhur. Më vonë policia ra në gjurmët e tyre, duke i lokalizuar në shtëpinë e një të njohuri dhe më pas vjen fundi. Në 21 korrik 2013 në zonën e Shulit midis Janinës dhe Igumenicës, Marian Kola zbulohet nga policia helene, e cila i bën thirrje për t'u dorëzuar.
por Kola bëri pikërisht atë që premtoi vite më parë. Ai nuk u dorëzua për hapizjarr ndaj forcave speciale të policisë greke. U zhvillua një përplasje ashpër dhe si pasojë Marian Kola mbeti i vrarë. Historia e burrit që për vite me radhë u përfshi në dhunë, grabitje dhe vrasje, mbaron ashtu siç kishte thënë se do të mbaronte. Ai që ka mbetur i gjallë në mes të zjarrit dhe refuzon të dorëzohet është Ilir Kupa, i cili arriti të shpëtojë në ato moment, por jo për gjithmonë. Ai u arrestua në janar të vitit 2014 në Shqipëri, në një fshat ku fshihej dhe kishte gjetur strehim. Greqia më njëherë kërkoi ekstradimin e tij, por shteti shqiptar nuk e lejoi, dhe ai u burgos në Shqipëri për një sër veprash penale. Ilir Kupa tashmë vuan dënimin e tij në burg, por pas gjithë kësaj historie që duket se është e mbyllur për autoritetet, ajo që mbeti e fiksuar në mendjen e shtetasve grek dhe policisë greke ishte emri Marian Kolës, mënyra e grabitjeve, vrasjeve, ndjesia e asaj periudhe kur për javë të tëra kishin njerëz të armatosur diku midis rrugëve, fshatrave dhe maleve të Greqisë, dhe askush nuk e dinte saktësisht se ku ndodheshin. Dhe më e keqja nga të gjitha është se Kola nuk veproi asnjëherë si një njeri që përpiqej të shpëtonte veten. Ai veproi si një njeri që e ka pranuar që në fillim se fundi i tij do të vijë me një përplasje, dhe ose do të vras, ose do të vritet.